Mjeku çudit botën. Personat që zgjohen gjatë natës për të urinuar duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Po zgjoheni shpesh natën për të përdorur tualetin, atëherë mund të vuani edhe nga nokturia. Me e zakonshme të moshuarit dhe shpesh rritet me mbi moshën. Mbi moshën 50 vjeçare, problemet kryesore të saj mund të jenë edhe më të theksuara, citon Healthline. Ndaj, nëse vuani prej nokturisë, duhet të bëni edhe trajtimin në mënyrën e duhur. Gjendja mund të shkaktohet edhe nga një sër çështjesh mjekësore, duke përfshirë këtu sëmundjet e diabetit ose probleme të tjera. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Diabeti shpesh i referohet një vrasësi të heshtur pasi simptomat shpesh maskohen si lodhje ose etje e shtuar, citon Diabet UK. Simptomat të tjera përfshin urinimin e shpesht, sidomos gjatë natës, që mund të ndërpresë edhe cilësinë tuaj të gjumit. Sheqeri i lartë në gjak rrit etjen, kështu që mund të pini më shumë se zakonisht dhe kjo çon në nevoja të shpeshta për të shkuar në tualet. Nivelet e larta të sheqerit në gjak mund të jenë gjithashtu irrituesi të fshikësës së urinës që ju bëjnë të urinoni më shpesh, citon Healthline. Ato mund të jenë edhe paralajmërues të problemeve të shëndetit kardiovaskular. Ndërsa diabeti është një arsye për nokturinë, zgjimi i shpesh gjatë natës thotë se kjo mund të jetë edhe për shkak të problemeve të zemrës. Nëse keni një sër problemesh të zemrës, si zemra me qarkullim të dobët të gjakut, është më pak efikas që të keni edhe një qarkullim të mirë dhe vini re entje rreth kyçeve të këmbës. Kur jeni shtrirë ose edhe kur këmbët tuaja janë të ngritura larg, lëngu absorbohet në qarkullimin tuaj të gjakut dhe hiqet me lehtësi. Nëse vëreni që keni urinim të shpesh gjatë natës dhe entje të gjymtyrëve, konsultohuni me një mjek, pasi mund të lidhet gjithashtu edhe me qarkullimin e dobët të gjakut që mund t'ju kushtojë edhe ndonjë problem me zemrën. Kjo mund të rritet sidomos gjatë periudhës së natës. Me këtë lloj dëmtimi të zemrës, ju nuk po pomponi gjakun si duhet, dhe kjo mund të shkaktojë ndërprerje të qarkullimit të gjakut dhe gjithashtu edhe probleme të tij. Në rast se vëreni se zgjoheni shpesh gjatë natës për të urinuar, bëni një konsult me mjekun specialist. Në rastet kur nevoja për të urinuar ju nxjerr gjumin gjatë natës, duhet të trajtohet, pasi është një shenjë që nuk duhet të injorohet pasi mund të ndikojë drejt për së drejti në çështjet tuaja imunitare dhe të shkaktojë edhe komplikacione. Madje edhe ngjyra e urinës dhe aroma e rëndë e saj mund të jenë paralajmërues i çështjeve të ndryshme shëndetësore. Bëni një konsult me specialistin për të parë nga afër shkaktarin e vërtet të këtij problemi. Rreth 1/3 e të rriturve mbi moshën 30 vjeçare thuhet se ngrihen në mes të natës për të urinuar, dhe kjo shkaktohet gjithashtu nga komplikacione të ndryshme që i kanosen shëndetit dhe mund të shfaqin edhe probleme të njëpasnjëshme të sindetit kardiovaskular. Kjo quhet nokturi dhe për ata që vuajnë nga kjo shpesh duhet të bëjnë trajtimin e specializuar për të mbajtur larg komplikacionet të tyre. Gjumi i ndërprerë është i lidhur gjithashtu me riskun e rritjes së diabetit, simptomave të dobta të sistemit imunitar, gjithashtu edhe sëmundje të zemrës, madje edhe disa probleme të rënda që lidhen me shfaqjen e radikaleve të lira. Ato gjithashtu mund të shkaktohen nga probleme mendore të tilla si ankthi, depresioni dhe psikoza, dhe mund të nxiten gjithashtu edhe nga komplikacionet të ngjashme. Profesori i urologjisë Philip van Kerebryk po i paralajmëron njerëzit që të shikojnë për shëndetjen e nokturisë. Për hir të shëndetit të tyre, ata nuk duhet të nënvlerësojnë çështjet që trupi juaj është duke shfaqur, pasi mund të ndikojë edhe në përkeqësimin më të madh të shëndetit të tyre. Ai thotë, njerëzit mendojnë se ngritja gjatë natës për të shkuar në tualet është vetëm pjesë e rritjes, por nuk duhet të jetë kështu. Gjumi i ndërprerë gjatë natës, sidomos edhe me probleme të ngjashme, mund të lidhet me shkaqe të ndryshme mjekësore
dhe nuk duhet ta neglizhoni, por duhet të bëni një konsult me mjekun specialist. Lajmi i mirë është se nokturia mund të trajtohet, kështu që nuk keni nevojë që të vuani në heshtje, por mund të merrni trajtimin e duhur dhe të specializuar për t'i ardhur në ndihmë shëndetit tuaj dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet e tij. Produktiviteti, marrëdhënie dhe suksesi i karrierës gjithashtu janë arsyet kryesore pse mund të shfaqet nokturia, duke bërë atë një problem që mund të ndikojë edhe në çështjen tuaj imunitare. Jo vetëm që mungesa e gjumit mund të shkaktojë sëmundje, urinimi i tepër gjatë natës gjithashtu mund të jetë një shenjë prej tyre, siç është nokturia, që mund të shkaktohet gjithashtu edhe nga mosmbajtja e urinës gjatë natës, të cilët mund të shkaktojnë komplikacione të rënda të imunitetit. Urinimi i tepërt, i quajtur poliuria, është kur ju shkoni në tualet dhe shkarkoni më shumë se 2.5 litra ujë çdo mbrëmje. Kjo mund të ndodhë se mund të keni konsumuar më shumë lëngje se sa është e nevojshme, ose mund të lidhet gjithashtu edhe me komplikacionet të çështjes së shëndetit të veshkave. Një person që ka diabetin e tipi 2 ka më shumë sheqer në gjakun e vet. Veshkat reagojnë ndaj kësaj duke nxjerrë atë nga gjaku, dhe kështu keni edhe një urinim të shpeshtë me një ngjyrë të kuqe, e cila mund të lidhet gjithashtu me çështjen tuaj imunitare. Nëse vëreni këto çështje në organizmin tuaj, kryeni një konsult me mjekun specialist, për të evituar kështu çdo problematikë të mundshme dhe dyshim të mundshëm për shëndetin. Nëse mendoni se urinoni më shumë se ç'është normalja dhe filloni të vuani nga dhimbjet e shpinës, humbja e peshës, djersitjet e tepërta gjatë natës, dobësi të këmbëve ose të etheve, ju duhet të bëni një konsult me mjekun tuaj specialist. Sa më shpejt që t'jetë e mundur, aq më e mirë do t'jetë edhe për shëndetin tuaj, pasi kështu neglizhenca mund të jetë arsyeja kryesore pse problemet gjithmonë edhe vijnë dhe rriten. Shumë njerëz e kanë përjetuar bezdinë e zgjimit në mes të natës për të shkuar për të urinuar. Por pse mund të ndodhë kjo? Pirja e shumtë e lëngjeve përpara gjumit mund të kontribojë. Për këtë arsye, edhe mund të shkoni rregullisht në tualet gjatë natës, citon The Sun, por në disa raste mund të lidhet edhe me probleme më të rënda për shëndetin. Prandaj konsulta me mjekun tuaj nëse vëreni këto shenja është parësore. Shkaqet më të zakonshme janë pirja e shumtë e lëngjeve, sidomos përpara gjumit, dhe problemet që lidhen me gjumin, pasi kanë shumë gjasa që të ndikojnë me njëra tjetrën, dhe mund të krijojnë gjithashtu një diskomfort më të madh të shëndetit tuaj, sidomos në pjesën e gjumit. Një shkak tjetër mund të jetë edhe ndryshimet hormonale që mund të keni. Me kalimin e kohës, trupi prodhon më pak hormon antidiuretik, një kimikat i cili ju ndihmon të mbani lëngjet, duke shmangur kështu edhe nevojën emergjente për të shkuar sidomos gjatë natës në tualet. Ndryshimet e prostatës, sidomos tek meshkujt e moshës së tretë, mund të jenë një arsye pse po përjetoni këtë problem. Një gjendër që rritet me kalimin e moshës dhe ushtron presion mbi uretër. Kjo mund të lidhet gjithashtu me shëndetin tuaj të prostatës dhe të shkaktojë edhe probleme të njëpasnjëshme gjatë urinimit natën. Sëmundjet e zemrës gjithashtu mund të jenë një shkak kryesor i këtyre komplikacioneve. Kur zemra dhe qarkullimi i gjakut dobësohen ndjeshëm, do të vini re një entje të kyçeve të këmbës, gjithashtu edhe probleme të tjera, sidomos edhe fryrje të pakuptimta të trupit. Në rast se keni këto komplikacione, trupi juaj do të fillojë edhe të shkaktojë komplikacione. Në rast se dyshoni për ndonjë problematikë të mundshme dhe zgjoheni gjatë natës shpeshherë, kjo gjë ju bën edhe për të urinuar, bëni një konsult me mjekun tuaj specialist, pasi kontrolli është më i mirë që mund të jetë për shëndetin tuaj. Kontrollo dhe parandalo dhe mos kuro, kjo është çelësi edhe më i mirë për shëndetin e përgjithshëm, ndaj mos e neglizhoni shenjat që trupi jep. Konsultoni me ekspertin dhe merrni trajtimin e duhur sipas mjekut. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.